Jo, unë mendoj që nuk mund të ndikoj, sepse jam i shumë të mëdha, që sa herë i kem folur për to, janë të i kaluara tashmë, është vetëm pjesë e historisë. Unë mendoj që do të gjendet një dialog në mes vete dhe janë institucionet përkatëse që mirën ekskluzivisht vetëm këtë problem. Të paguash, to është për çdo gjë, ti e ke më së pari policinë, pastaj e ke edhe organin e ndjekjes që quhet prokurori, pastaj e ke edhe organin e fundit që është gjyqësi, që i të kalon këto gjana gjithmonë pa probleme, sepse ligji është akti më i lartë juridik në një shtet pas kushtetutës normalisht, por është ai ligji që vepron gjithmonë në praktik, gjithka në botën bashkëkohore, ashtu edhe në Republikën e Kosovës, dhe nuk shoh, edhe një herë po them, ndonjë parasysh që ata që kanë bërë tepër shumë tensione, tepër shumë destabilizime, nuk gjenden asnjëri prej tyre në Republikën e Kosovës, mund gjendet aty këtu, ndonjë copës e përkrahësve të atyre, por jo që ta cenoj më sigurinë publike në Republikën e Kosovës, në 4 komunat më tonë lumitiver. Studentët kanë deklaruar që nuk e kanë pas mbështetjen e qeverisë serbe lidhur me këtë protestë. Në atë aspektin e sigurisë, me atë sa unë i përcjell faktet e sigurisë, gjithmonë Serbia ka, gjithmonë e ka atë forcën destruktive, propaganduese me luftën hibride kundrejt Republikës Kosovës. Ai establishment politik atje nuk është ndalur kur asnjëherë me qarqet e saj destruktive kundrejt çdo procesi pozitiv në Republikën e Kosovës. Dihen fare mirë kërcënimet ose si qeti Kinsi në strategjinë e tyre të sigurisë deri në vitin 2030, ta është vendosur vëmendjen sepse ata fare mirë din që këtu është shtet i pavarur dhe sovran, pastaj i ke edhe establishmentin tjetër, sikurse Gjuriq ose sikurse Vullin, që çdo herë kërcënojnë, dezinformojnë, sabotojnë, tentojnë të sabotojnë, mirë po nuk ka sukses më nderuar, sepse ti ke institucionet e sigurisë në koordinim plot edhe me qytetarët, përposë që janë në koordinim me reaguesin e dytë që është nga BE-ja, dhe reaguesin kryesor, reaguesin e tretë që është NATO me misionin në Republikën e Kosovës. Ti ke edhe një koordinim mes qytetarëve dhe policit, gjenden armë gjithandej dhe kush e Republikën e Kosovës. Këtu ke incidente më pak se në çdo regjion tjetër të Republikës Kosovës. Dhe edhe kjo është fakt, sepse policia ka dalur me statistika sakta. Qytetari nuk është interesuar më për